Aeroplan luftarak të NATO-s u ngritën në fluturim për të përballur me bombardues strategjik rus që fluturuan pranë ujrave britanike në ditën e Krishtlindjeve, duke shkaktuar shqetësim në qarqet ushtarake dhe diplomatike të Europës perëndimore. Bombarduesit rus Tu-95, të cilët kanë kapacitet për të mbajtur armë bërthamore, u dërguan në një fluturim të gjatë mbi detin Barents dhe detin Norvegjez, në veri të Skocisë afër hapësirës ajrore britanike, raporton The Mirror. Ky lloj aeroplani përdoret shpesh nga Rusia për misione të zbulimit dhe të demonstrimit të forcës, duke rritur tensionet në ajër. Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, bëhej fjalë për një fluturim të planifikuar mbi ujërat neutrale, por zyrtarët perëndimor e vëzhguan fluturimin dhe vendosën masa monitorimi, duke ndjekur çdo lëvizje të bombarduesve rus nga ajri dhe radarët toksor. Gjatë misionit, bombarduesit u shoqëruan nga avion luftarak rus Su-33, të cilët ofruan mbështetje dhe siguruan një korridor të sigurt për aeroplanet strategjik. Fluturimi zgjati më shumë se 7 orë, duke përfshirë kalimin pranë disa zonave të rëndësishme ushtarake dhe kufive të hapësirës ajrore të vendeve aleate. NATO ndërkohë reagoi shpejt duke ngritur aeroplan luftarak përgjigjeje për të monitoruar dhe shoqëruar avionët rus. Sipas burimeve zyrtare, bombarduesit nuk hyn në hapësirën ajrore sovrane të Mbretërisë së Bashkuar, por u afruan mjaft pranë zonës së interesit strategjik të saj, duke vënë në gatishmëri forcat e mbrojtjes ajrore dhe duke rritur vigjilencën në të gjithë rajonin. Ngjarja vjen në një kohë tensioni të shtuar midis Rusisë dhe aleatëve të NATO-s, duke treguar se kontrolli mbi hapësirën ajrore dhe reagimi i shpejtë mbeten elementet kyç për sigurinë kombëtare dhe stabilitetin e rajonit.